Okulisti Rubin Topi, i ftuar në një studio televizive, foli për miopin. Ai theksoi se në vitet e fundit është parë një tendencë në rritje e miopisë. Për këtë ai rendit dy faktorët kryesor: gjenetikën dhe qëndrimin për një kohë të gjatë në ekran. Gjithashtu mungesa e dritës natyrale kishte një përqindje të lartë ndikimi në uljen e nivelit të shikimit. Rubin Topi paralajmëroi se në bazë të studimeve është parashikuar se deri në vitin 2050 më shumë se gjysma e popullsisë globale do të ketë probleme me miopin. Mendohet që deri në 2050-ën, më shumë se gjysma e popullsisë globale do të ketë probleme me miopin. Ekzistojnë dy realitete të miopisë. Mund të jetë e lindur ku gjasat që fëmijët të kenë miopi, nëse prindrit kanë miopi është 60% dhe ulet nëse ka vetëm njëri nga prindrit. Por mund të jetë edhe e fituar, sepse ndoshta prindrit e kanë mësuar që të rri me celular në dorë ose me tablet, qysh në moshë shumë të njohur dhe automatikisht e bashkuar kjo sepse në vitet e fundit studimet janë thelluar në këtë fushë, duke bërë një problem shumë të madh aktualisht për shëndetin publik global dhe këto studime të thelluara kanë dhënë rezultat. Nuk është vetëm qëndrimi nga afër me pajisje digjitale, por është edhe mungesa e dritës natyrale dhe kjo është një ere shumë e rëndësishme. Qasja në ambient me dritë natyrale. Me të vërtet ky fëmijë mund të rri në tablet apo në telefon gjithë ditën, por në përgjithësi kjo është e bashkëshoqëruar me qëndrimin në një ambient të mbyllur, tha okulisti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.